Ka një personazh në Partinë Demokratike që jo thjesht se është zgjedhur deputet dhe është në kuvend, por ka një zell që mua më ka tërhequr që ndryshe nga të tjerët, nga kolegët e tjerë, ka zell për të dalë, për të debatuar, për të mbajtur fjalime. Edhe duket që ka një vrull rinor kështu, sigurisht që duke mbajtur detyrën e kryetarit të Forumit Rinor të Partisë Demokratike do ta kishte këtë vrull dhe këtë natyrë. Por të qeni deputet sigurisht që ka dhënë një profil më të lartë. Besar Xhaferin e kam sot në emisionin tim për diskutuar dhe për të bërë një analizë të situatës politike. Zotë Xhaferi, faleminderit që pranuat ftesën. Shumë faleminderit për ftesën. Tani, ç'është ky entuziazëm, po them, ose zell që ti ke për të qenë protagonist, kudo je në media, në çdo emision, në çdo, po themi, dalje dhe i ke pafund, atje në parlament merr fjalën, nuk pushon, do të që është kjo, ndryshe nga shumë Partinë Demokratike që mbaron mandati 4 vjeçar, nuk i di mas emër. Dhe shumë nga Partia Socialiste. Dhe këtë duhet ta përbëj. Unë të kam thirrur për këtë se po i tregoja dhe bashkëpunëtorëve të mi këtu që kur i qëndroja fort di Arben Meçes, sepse po sulmon Sali Berisha, më tha, ti duhet t'i kish në dritare, duhet të fillosh punë te syri. Tani unë bëj pyetje të dura këtu, unë nuk jam me askënd. Jo, e vërtet është. Jo, e përmend të sepse të gjithë kolegët normalisht parlamenti është platforma dhe tempulli ku me vërtet fjala e tyre mund të ketë peshën më të madhe dhe është mëkat mos ta përdorësh. Unë nuk do e quaja zell, por do e quaja një dedikim 100% ndaj detyrës që më është besuar nga në radh parë nga anëtarët e Forumit Rinor Partisë Demokratike dhe pastaj dhe nga mbështetësit dhe votuesit e Partisë Demokratike në përgjithësi. Unë normalisht duhet i përfaqësoj, janë shumë tema, janë pafund, nuk del asnjëherë një seancë plenare për të përfaqësuar, me shumë dedikim. Me fjalë, nuk është punë qefi. Me qef do kisha marrë pa fund që t'ishim në ekzekutiv sot dhe të realizonim ndryshimet që kishim premtuar në programin tonë të fushatës. Pushteti është qef, po edhe deputetat ty qef është. Se qefi nga dëshira, pra qefi mund t'jetë sinonimi fjalës dëshirë, po mund t'jetë edhe të bësh rumpall, le themi, pra të bësh qef o qef. Por dëshirë, po them, dëshirën e kam pasur patjetër më të madhe që të kishim në dorë gjëra për të bërë edhe aplikuar pikat tona të programit që prezantuam. Si ka nisur ky parlament, ti je për parë deputet dhe je nga më të rinjtë aty, por si ka nisur? Si është ai që ti kishe parashikuar? Ishe përgatitur mirë për këtë? Është ai që kisha parashikuar. Po nuk është ai që më ishte thënë, pra nga kolegë të legjislaturave të kaluara. Se çfarë ti ishe thënë? Po më ishte thënë që do kishe një konsensus politik, do kishe një debat politik, do kishe një traditë parlamentare. Kush e kishte thënë këtë moment? Po unë di që dhe ai sa e kam ndjekur parlamentin vetë, që ka pasur kur kryeministri thrilën një interpelancë, kur ministri vinte, kur kërkoi komisionin hetimor, komisioni hetimor jepi, se kaq është, le të themi, pushteti i një parlamenti për të kontrolluar ekzekutivin. Po dhe çfarë doli ty? Po që normalisht asgjë s'po bëhet. Pra, u votuar programi për 5 minuta, u votuan 4 institucionet pavarura, raportimi i tyre pas një debat. Seancën e kaluar u votua ligji i mbledhjeve pas një debat. Pra, patjetër është një zhgënjim i madh. Po shikoj që edhe kryetari i parlamentit nuk po ushtron detyrën, po ja ushtron kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Pra, por e kisha parashikuar. Ti duke thënë që Taulant Balla po drejton parlamentin? Po, kjo është parë, dhe me gjeste. Çfarë bën Niko Peleshi? Se di, që bën? Po ju të opozitës ju jeni... Jo, nësimi, ne kemi protestuar, për çfarë do të bëj ne të opozitës? Do të shkojmë prapë tek ato skena. Ideja është që kësaj radhe opozita po mundohet të jetë sa më parlamentare dhe mendoj se po e nxjerr akoma dhe më shumë lakurisht dhe zbuluar arrogancën e të fortit. Që meqense se kemi 83 kartona, bëjmë çdo gjë. Pra, mendoj se mund të jetë një strategji e durë. Tani, pyetja më e rëndësishme ose diskutimi më i rëndësishëm për opozitën, zoti Xhaferi, është që opozita konstaton, jeni në mandatin e 4 në opozitë, Partia Socialiste është në pushtet, dhe kuptoj të gjithë që kjo nuk mjafton. Domethënë ju duhet bëni diçka që të afroni njerëzit, bëni njerëzit për vete, sepse partia nuk është vetëm 50 deputetë që keni në parlament. Tani, ti e kupton sepse ti je një brezi tjetër. Se duhet ishin shumë më shumë parlament, po nice. Jo, s'ke votat në parlament, merrnit më shumë. S'është punë votash, Merrnit më shumë ti. Është punë farse elektorale.
Po gjithsesi. Ore, Rama, atëherë po them, Rama e marrin të miqën ka vjedhur 3 mandate, 13, 23. Por Rama nuk ka vjedhur 33. Nuk ka vjedhur 33. Pse ke humbur ti në mes Tiranës? Jo 33. Sa ndej bandat, mjafton 17 mandate. po 33 nuk, ore, diferenca është 33, 50, 83. Po hiqi 17? Po tani po bëjmë matematikë thjesht për ata që na ndjekin. Tani ju thoni automatikët na i kanë vënë në kokë bandat e tjera. Nuk është automatikët, jo. Po çe? Është një sistem patronazhimi inxhinierik që është në gjithë Shqipërinë. Pra në 5200 qendra votimi në gjithë Shqipërinë. Ky është justifikimi i madh. Jo, kjo është një skem që unë e njoh shumë mirë sepse e di. Por gjithë çfarë thoni ju e njoh shumë mirë. Nuk po them e njoh shumë mirë unë se kam aplikuar ndonjëherë. E njoh shumë mirë se ç'ndodh. Pra një patronazhim inxhinierik në 5200 qendra ku synohen gjithmonë 30 votues të djathtë për t'ju marrë vota me çdo kush. Pra, në një qendër që mund të ketë 3-400 votues, me 30 merren ata. Merren me dikë që ka hall legalizimi dhe përdorin pushtetin e legalizimit, merren me dikë që ka hall papunësie dhe përdorin pushtetin e punësimit, merren edhe me dikë që mund ta haj presionin dhe frikën. Kështu ka bërë Partia Demokratike kur ishën në pushtet. Nuk mendoj se i ka pasur ndonjëherë Partia Demokratike as disiplinën dhe as dëshirën për të përdorur këtë krim elektoral në këtë formë inxhinierike. Sepse kjo është diçka inxhinierike që ka nisur dhe nuk ndalohet në asnjë moment. Pra, kjo është merita e Partisë Socialiste, është shumë e talentuar për të përdorur mjete të paligjshme. Kështu që dakord, pra unë prandaj quaj farsë elektorale, nuk po fuz vetëm bandat. Bandat janë tek pjesa e presionit.